Si mund të përfitojë një bashki apo njësi vendore grantin e performancës? Për këtë, ç'është grandi performancës së pari? Grandi performancës është një grandi dedikuar për bashkitë që performojnë mirë në bazë të disa kriterëve të përcaktuara nëpërmjet këtij udhëzimi. Është një fond i përbashkët i vënë në dispozicion nga qeveria shqiptare, qeveria suedeze dhe ajo zvicerane në ndihmë për përmirësimin e punëve të njësive vendore. Cilët janë komponentët kryesorë mbi bazën e të cilit do të bëhet vlerësimi që këto njësi vendore të përfitojnë këtë grand performance? Është komponenti i parë ai që lidhet me planet vendore të cilët do të duhen të hartojnë këto njësi vendore. Janë gati 6 plane vendore, secila ka një peshë specifike të veçantë dhe do të vlerësohet në bazë të peshës specifike që zë ky plan vendor përkatës në këtë tabel të përcaktuar në këtë udhëzim. Gjithashtu përveç kësaj, komponenti i dytë është ai që lidhet me mënyrën se si i kanë implementuar këto plane vendore njësitë vendore, ato që i kanë tashmë dhe objektivat si i kanë arritur disa nga objektivat e tyre strategjike. Janë gati 10 tregues për këtë, me një peshë specifike të veçantë, të cilat është për shembull se si ka realizuar të ardhurat nga taksa e paluajtshme në njësi vendore, si ka arritur ajo të ruajë vlerën e detyrimeve ka shi buxhetit të përgjithshëm, apo se si ka arritur një bashki të shtojë shërbimet shoqërore ndaj komunitetit që ajo përfaqëson. Pra janë gjithsej gati 10 tregues të tillë, i cili ka një peshë specifike me 10% secila. Bashkia përkatëse aplikon pranë Ministrit të Pushtetit Vendor, pranë të cilit është i ngritur një komision përkatës i përbërë nga 3 anëtarë dhe me kryetar Ministrin e Pushtetit Vendor. Gjithë veprimtaria asistohet nga autoriteti për mbarvajtjen e vetëqeverisjes vendore, veprimtarisë së saj, që i cila do të shërbejë si sekretariat teknik. Pas verifikimit të dokumentacionit përkatës bëhet vendimmarrje e cila publikohet në web. Njësia vendore pasi bëhet me dije për vendimmarrjen nëse është përfituese e këtij grandi apo jo, në rast se përfiton nga ky grant, çon projekt vendimin përkatës në Këshillin Bashkiak, i cili bën destinacionin për çfarë qëllimi do të shërbejë ky grant performance në këtë bashki. Udhëzimi përcakton se mund të shërbejë dhe mund të financojë çdo lloj investimi apo zë buxhetor, përveç pjesës që lidhet me pagat dhe shpërblimet përjashtohet automatikisht. Me përfundimin e gjithë procedurës përkatëse çelet llogaria në thesar dhe vlera përkatëse dhe mund të fillojnë procedurat përkatëse. Ashtu si çdo lloj procedure për blerjet apo investimet përkatëse në njësi vendore i nënshtrohen edhe këto një auditi apo kontrolli të brendshëm, edhe ata që kanë bërë të mundur financimin e fondeve kanë të drejtë të monitorojnë këto projekte që do të realizohen nga bashkitë për shkak të grandit të performancës. Ju falenderit, kjo ishte e gjitha. Desha t'ju tërheq vëmendjen që deri afati e fundit e aplikimit është deri në datën 24/7/2026 ora 4. Mos hezitoni se cila bashki duhet të aplikojë për të përfituar fondin për grantin e performancës. Është një fond i cili do të shërbejë në përmirësimin edhe e planeve vendore të këtyre bashkive, gjithashtu edhe në përmirësimin e jetës së qytetarëve nëpërmjet investimeve përkatëse që do të përfitojë bashkia nga këto grante.